sheshin Nën Tereza. Është lajmëruar që pikërisht në orën 19 do të fillojë edhe ceremonia. Ne lidhemi me gazetarin tonë, i cili ndodhet pikërisht atje, Anesti Baramemaj. Anesti, përshëndetje dhe mirë se vjen. A është gjithçka gati? A do të nisi pas orarit apo mendohet se do të kemi vonesa? Gjithçka është gati në sheshin Tereza, ku të gjithë demokratët nga gjithë Shqipëria po ulen në karriget e tyre të ndarë sipas çarsheve, ndërkohë kandidatët dhe të rinjtë e Partisë Demokratike do të jenë si pjesë e dekorit në shkallaret pas podiumit. Do të ngjiten njëri pas tjetrit 10 folës, ku në fund do të jetë zoti Berisha ai që do të mbajë një fjalë, por edhe Kris Lasivita. Ende nuk ka nisur zyrtarisht, pasi zoti Berisha nuk ka ardhur ende në qytetin Skënderbej, pritet që të ketë disa minuta vonesa për shkak të organizimit, ku ende janë momentet e fundit të organizimit të këtij mitingu hapës të Partisë Demokratike, ku do të prezantohen të 186 kandidatët e kësaj force politike dhe të gjithë koalicion të Aleanca për Shqipëri Madhështore për zgjedhjen e 11 maj, ku Partia Demokratike dhe Aleanca që drejton kjo forcë politike ngres parin për fushatën 30 ditore nga Tirana për ta përfunduar po në Tiranë në datën 9 maj. Besoj se Anesti je në dieni të agjendës së këtij aktiviteti të ditës së sotme, pra cilat janë pikat kryesore, si mendohet se do të zhvillohet ai? Çfarë do të presim të ndodhi sot në sheshin Nën Tereza? Nga sheshi Nën Tereza pritet që fjalimi kryesor të përqendrohet nga zoti Berisha, do të jenë gati 10 folës, siç e thash, ku pjesa më e madhe e tyre janë figura të reja, të rinj dhe të reja të Partisë Demokratike për treguar që kjo fushat do të ketë edhe këtë spektër të politikës të rinj në fushatën elektorale. Zoti Berisha në fjalën e tij pritet që të prezantojë dhe pjesën ndryshme të programit, por prezantimi integral i programit për 4 vitet e ardhshme, me të cilin do të kërkojnë edhe votat e shqiptarëve deri në 11 maj, prezantimi do të bëhet ditën e nesërme në Pallatin e Kongreseve, vetëm pak metra nga sheshi Nën Tereza, ku të gjithë sektorët e ekonomisë dhe çdo sektor tjetër do të prezantohet në mënyrë integrale ditën e nesërme. Surpriza do të jetë Kris Lasivita në këtë organizim të sotëm. Zoti Lasivita ka mbritur pak orë më parë në Tiranë dhe është në shoqërinë e zotit Mediu, i cili është dhe ai që ka sjell në Shqipëri, ose ai që ka lobuar më shumë për ardhen e Lasivita si strateg i fushatës zgjedhore të 11 majit, dhe pritet që dhe zoti Lasivita të ketë një mesazh të tij, pasi gjatë ditës sotme ka shpërndar disa postime në mediat sociale ku ironizon kryeministin Edi Rama për krahasimin që i bën zotit Berisha me bufin, duke publikuar një video, një buf i cili glaboron dhe ushqet me 1000, duke bërë dhe pyetjen se kush është bufi dhe kush është miu në këtë fushatë elektorale. Ndërkohë që ne shohim pas shpinës tënde njerëzit të cilët ende lëvizin dhe nuk janë ulur, si mendon, krahasuar kjo edhe me vitet e tjera, si është pjesëmarrja, si është vëmendja e mbështetësve dhe militantëve të Partisë Demokratike ditën e sotme? Nga komunikimet që kanë pasur me zyrtarë të ndryshëm të Partisë Demokratike, kanë pohuar se ky është organizimi më i madh i hapjes së një fushate. Sipas tyre, takimi i sotëm është më i madhi në historinë e Partisë Demokratike dhe parashikohet që përveç 6.000 karrikeve që do të jenë të qytetarët dhe demokratët të ulur, të mbushet i gjithë sheshi Nën Tereza dhe me shkallaret që ndodhen rreth rrotull shesh Tereza, si në krahun e Akademisë së Arteve, por edhe në krahun e rektoratit dhe të albanologjisë, Institutit të Albanologjisë, ku parashikohet që të jenë më shumë se 10.000 të pranishëm në këtë organizim të ditës së sotme. Unë falenderoj shumë Anesti për këtë informacion që solle për edicionin qendror. Do të kemi mundësi të lidhemi edhe më vonë në punë të mbar.